4 shenjat që mund të marrin një lajm që nuk e prisnin brenda pak ditësh. Ka periudha kur gjithçka duket e qetë, por në prapaskenjë gjërat po lëvizin më shpejt nga sa mund ta imagjinojmë. Ndonjëherë mjafton një telefonat, një mesazh, një takim apo një vendim i dikujt tjetër për të ndryshuar rrjedhën e ditëve tona. Ditët që po vinë mbartin pikërisht këtë energji. Për 4 shenjat të horoskopit, universi mund të ketë përgatitur një lajm që nuk ishte në planet e tyre, por që mund të hapë një kapitull krejtësisht të ri. Ky nuk është një premtim se gjithçka do të jetë e lehtë, por një kujtesë se ndryshimet më të mëdha shpesh fillojnë kur nuk i presim. Le të zbulojmë se cilat janë këto 4 shenja dhe çfarë mund të sjellin ditët në vijim. Binjakët. Për ju, lajmi që mund të vijë nuk lidhet domosdoshmërisht me fatin, por me një mundësi që mendonit se kishte humbur. Një person që nuk ka dhënë shenja prej kohësh mund të rikthehet me një propozim, një sqarim ose një ide që ndryshon mënyrën si e shihni një situatë. Në aspektin profesional, mund të merrni një përgjigje që e keni pritur për javësh dhe që ju jep më shumë siguri për hapat e ardhshëm. Nëse keni aplikuar për një punë, keni nisur një projekt ose prisni një konfirmim, mos u habitni nëse zhvillimet vinë më shpejt nga sa prisnin. Në dashuri, dita favorizon rikthimin e komunikimit dhe largimin e heshtjes që ka krijuar pasiguri. Megjithatë, para se të festoni, sigurohuni që të kuptoni mirë çdo detaj. Jo çdo lajm kërkon një reagim të menjëhershëm. Ndonjëherë, forca më e madhe është të dini të prisni edhe pak përpara se të merrni vendimin përfundimtar. Luani. Energjia që ju shoqëron gjatë kësaj periudhe tregon se një derë që dukej e mbyllur mund të hapet pa pritur. Mund të merrni një telefonat, një ftesë ose një propozim që ju bën të rishikoni planet që kishit bërë për javët në vazhdim. Në punë, dikush mund të vlerësojë aftësitë tuaja dhe t'ju ofrojë një përgjegjësi më të madhe ose një bashkëpunim interesant. Në jetën personale, një lajm nga familja ose nga një person i afërt mund t'ju sjellë qetësi pas një periudhe pasigurie. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund t'ju surprizojë me një vendim që e forcon marrëdhënien. Ata që janë vetëm mund të marrin një sinjal nga dikush që deri tani nuk ishte guxuar të shprehte interesin. Çelësi i kësaj periudhe është të mos mbylleni ndaj mundësive vetëm sepse nuk vinë në mënyrën që kishit imagjinuar. Ndonjëherë, universi zgjedh rrugë krejt të papritura për të sjellë atë që ju nevojitet. Briqapi. Prej disa kohësh mund të keni pasur ndjesinë se gjithçka po ecën më ngadalë nga sa duhet, por ditët që vijnë mund të ndryshojnë këtë ritëm. Një lajm që lidhet me punën, financat ose një çështje personale ka mundësi të sjellë më shumë qartësi dhe t'ju ndihmojë të merrni një vendim të rëndësishëm. Nëse keni qenë në pritje të një përgjigjeje, ka shumë gjasa që ajo të mos vonojë më. Në aspektin ekonomik mund të shfaqet një mundësi për të përmirësuar situatën tuaj, por do të kërkohet maturi për ta shfrytëzuar siç duhet. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të largojë dyshimet dhe të krijojë një atmosferë më të ngrohtë. Ata që janë vetëm mund të surprizohen nga një njohje që lind në një moment krejt të zakonshëm. Mos e nënvlerësoni asnjë informacion që merrni gjatë këtyre ditëve, sepse edhe një detaj i vogël mund të jetë fillimi i një ndryshimi shumë më të madh. Peshqit. Intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe kjo nuk është rastësi. Për ju, lajmi që po afrohet mund të ketë lidhje me një ëndër, një plan ose një dëshirë që pothuajse e kishit lënë pas. Mund të vijë përmes një personi që nuk e prisnit ose në një moment kur mendoni se gjithçka ka mbetur në vend. Në punë do të hapet një mundësi për të treguar aftësitë tuaja dhe për të fituar besimin e njerëzve që kanë ndikim në të ardhmen tuaj. Në aspektin sentimental, një mesazh ose një takim mund të ndryshojë atmosferën dhe t'ju bëjë të shihni ndryshe një marrëdhënie. Nëse jeni vetëm, mos refuzoni ftesat për të dalë apo për të njohur njerëz të rinj, sepse surprizat mund të fshihen pikërisht aty. Ditët që vijnë kërkojnë besim, por edhe vëmendje ndaj shenjave që universi vendos përpara jush. Jo çdo lajm vjen me shurm, disa mbërrin qetësisht dhe ndryshojnë gjithçka. Nëse ky mesazh të ndihmoi ose mendon se lidhet me atë që po përjeton, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like.
Shkruaj në koment fjalën, mesazhin nëse beson se universi po përgatit diçka të rëndësishme për ty dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë nga videot tona. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht tani.